Një moment shumë i bukur dhe emocionues në Big Brother që preku zemrat e të gjithëve. Surpriza nga baba i Mateos ishte vërtet e veçantë, plot dashuri, krenari dhe respekt. Fjalët e tij kishin një peshë të madhe, sepse nuk ishin thjesht komplimente, por një vlerësim i sinqert për gjithçka që Arbëri kishte përfaqësuar. Na ke nderu, na ke përfaqësu denjësisht, ishin fjalët që mbetën gjatë në mendje, sepse treguan jo vetëm mirënjohje, por edhe besim. Premtimi për dasmën e madhe te Porta e Kalas e bëri momentin edhe më të veçantë, duke sjellë një ndjesi gëzimi dhe bashkimi familjar. Në atë takim nuk munguan as emocionet mes Brikenës dhe babait të Mateos. Kur ai i tha, "Je shumë e bukur", ishte një moment i thjeshtë, por plot ngrohtësi njerëzore. Nga ana tjetër, reagimi i Brikenës tregoi shumë për karakterin e saj, me përulësi dhe respekt, ajo kërkoi falje nëse mund të kishte bërë ndonjë gabim. Ky gjest e bëri momentin edhe më të sinqert, duke treguar se marrëdhëniet e vërteta ndërtohen mbi mirëkuptim dhe respekt. E gjithë kjo sken ishte një kombinim emocionesh, krenari, dashuri, falje dhe shpresë për të ardhmen. Ishte një kujtesë e bukur që për te lojës dhe kamerave, ajo që ka më shumë rëndësi janë lidhjet njerëzore dhe mënyra si ne i trajtojmë njëri tjetrin. Një moment që me të vërtetë na nderoi të gjithëve.